Rreshtet e dendura të dëborës dhe kushtet e rrezikshme nga akulli kanë shkaktuar ndërprerje të mëdha të udhëtimeve në të gjithë Europën, me 6 viktima të raportuara nga incidente të lidhura me motin ekstrem. 5 persona kanë humbur jetën në 2 rajone të ndryshme të Francës. Si pasojë e kushteve të rrezikshme të qarkullimit, njoftuan autoritetet, ndërsa një grua ka humbur jetën në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës, Sarajevo, pasi në qytet ra rreth 40 cm dëbor. Qindra fluturime janë anuluar në të gjithë kontinentin, duke lënë mijëra pasagerë të bllokuar në aeroporte veçanërisht në Paris dhe në Amsterdam. Autoritetet paralajmëruan se ndërprerjet e fluturimeve pritet që të vazhdojnë. Në Francë 3 persona humbën jetën në 2 incidente të veçuara në departamentin e Landes, në jug-perëndim të vendit për shkak të akullit në rrugë. 2 viktima të tjera u regjistruan në rajonin e Parisit. Njëra humbi jetën pas një përplasje mes një automjeti dhe një kamioni në lindje të Parisit, ndërsa një tjetër humbi jetën pasi një taksi doli nga rruga për shkak të dëborës dhe ra në lumin Marne. Edhe Ballkani është përfshirë nga rreshtet e dëborës dhe shirat e dendur. Në Sarajevo një grua ka humbur jetën pasi një pemë e rënduar nga dëbora e lagësht u rrëzua mbi të, bën të ditur autoritetet policore. Ministri francez i transportit Philippe Tabarot tha se më shumë dëbor pritet që të bie, duke u bërë thirrje qytetarëve të shmangin udhëtimet rrugore dhe të punojnë nga shtëpia sa herë që është e mundur. Shërbimi kombëtar meteorologjik i Francës njoftoi se 38 departamente do të vendosen në alarm portokalli për dëborën. Shumë linja hekurudhore u anullua në pjesë të ndryshme të vendit. Në Paris, autoritetet thonë se aeroporti Roissy Charles do të anulonte 40% të fluturimit për disa orë për të lejuar pastrimin e pistave nga dëbora. Ndërkohë, aeroporti Orly planifikoi anullimin e rreth 25% të fluturimeve në të njëjtën periudhë. Në aeroportin Schiphol të Amsterdamit, mbi 400 fluturime janë anulluar, duke shkaktuar kaos të madh në udhëtime. Qindra pasagerë mbetën të bllokuar, shumë prej tyre pa mundur të kapnin fluturimet listëse. Radhë të gjata u krijuan pranë sportelëve të kompanive ajrore, ndërsa pasagerët prisnin informacion për rifillimin e fluturimeve. Shumë nga fluturimet e anulluara operoheshin nga kompania holandeze KLM, e cila paralajmëroi se po i mbarohej lëngu për shkrirjen e akullit në avion. Kompania fajsoi kushtet ekstreme të motit dhe vonesat në furnizim. Nga ana e saj, administrata e aeroportit në Amsterdam deklaroi se ekipet e borës po punojnë pa ndërprerje për të mbajtur pistat e pastra dhe avionet po i nënshtrohen procedurave të kujdesshme të shkrirjes së akullit për të garantuar sigurinë e udhëtimit. Sipas transmetuesit holandez NOS, me rreth 600 fluturime të tjera të planifikuara për të nisur në mëngjes nga Skopje janë anulluar. Problemet u regjistruan edhe në transportin hekurudhor. Në orët e para të mëngjesit të gjithë shërbimet hekurudhore në Holland u ndërprerën përkohësisht për shkak të një defekti në sistemet e IT-s. Disa trena rifilluan qarkullimin pas orës 9 të mëngjesit, por problemet vazhduan gjatë ditës. Shërbimi Eurostar nga Amsterdami drejt Parisit u anullua ose u vonua.